Zoti Prenga, si e shikoni sezonin e ri politik që do të nis, po themi, siç njihet zyrtarisht në thonjza, nga shtatori e tutje, teksa pritet mbërri në Shqipëri, edhe ambasadori i ri Erik Wendt, një general me përvojë, si mendoni çfarë do të sjellë ai në politikën shqiptare? Unë mendoj se si çdo shqiptar, situata politike e sesionit të ri që do të nisë në shtator, në fillimin e shtatorit, nuk do të mund t'i shpëtoj valët përvluse, do thosha, të kësaj vere që po kalojmë, pasi situata dhe zhvillimet politike përpara se ato të mbylleshin dhe të shkonin me pushime, kam bindje që kështu ka qenë dhe do të vazhdojë më tutje, pa i shpëtuar dot ndikimit të ardhes ambasadorit të ri që ju theksu të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe unë do ta quaja si një augur të mirë dhe një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për vendin tonë dhe jo vetëm, pasi për shumë kohë vendi jon nëpërmjet përfaqësive diplomatike e asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të akredituar në Tiranë është drejtuar me të ngarkuar me punë. Ngritja e nivelit dhe përcaktimi tashmë i ambasadorit të ri me një eksperiencë të gjatë prej 32 vitesh dhe me një karrierë të suksesshme në forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të thotë që është një vlerësim për Shqipërinë, është një vlerësim për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një vlerësim dhe për rajonin që tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një vëmendje të shtuar për të mos e lënë jashtë orbitës së veprimit diplomatik Shqipërinë dhe Ballkanin në veçanti. Jam i bindur që do të ketë zhvillime të shpejta, do të ketë zhvillime të pritshme, duke shtuar këtu edhe faktorët e tjerë të brendshëm që janë në zhvillime sipër apo janë në mbështetje dhe interes të qytetarëve. E kam fjalën për protestën e filluar prej 85 ditësh, sfiduar shumë gjëra që nuk janë shumë në favorin e protestuesve, siç është moti dhe temperaturat e larta, por ata kanë vazhduar si nga Tirana, nga rrethet, ashtu dhe mbi gjitha nga diaspora që vërtet kanë ardhur për të vizituar familjet, njerëzit e tyre, por për të bërë pak ditë pushime në Bregdetin e mrekullueshëm shqiptar, por nuk kanë harruar dhe janë përqendruar e kanë gjetur kohë për t'u bashkëngjitur edhe protestuesve, për të ngritur zërin ndaj padrejtësive të shumta dhe të mëdhaja dhe mbi të gjitha ndaj kërkesës kryesore për dorëheqjen e kryeministrit. Zoti Prenga, me ardhjen e ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe nga njëra anë protesta që pritet të intensifikohet, a mendoni se Amerika do të ketë një gjuhë tjetër kundrejt qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe aq më tepër që Donald Trump dërgon një general si ambasador në Tiranë? Misioni përgjithsisht i trupit diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, kam bindjen që nuk ndryshon ndaj qëndrimeve me Shqipërinë e për Shqipërinë, por edhe ndaj Ballkanit. Jam i bindur, por mënyra e interpretimit dhe e përqimit të këtij mesazhi dhe të këtij misioni, jam i bindur që do të ndryshojë dhe do të ketë një rritje të jashtëzakonshme për sa i përket mënyrës se si një general me mjaft eksperiencë që ka drejtuar trupa brenda dhe jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do di të përafroj dhe të përdor eksperiencën e gjatë të tij në leadership ushtarak edhe nëpërmjet diplomacisë. Pra do të jetë po të njëjtat qëndrime, po të njëjtat mesazhe, por të thëna disi ndryshe që do të bëjnë që të reagojnë politikanët, klasa politike në Shqipëri. Çdo këtu, siç ju e përmendet, pastaj kam bindjen dhe kështu do të dëshiroja dhe uroj që shqiptarët në shtator, përfshirë të rinj dhe të retë, vajzat dhe djemt që do të vinë në auditoret e universiteteve, të mos i drejtohen atyre auditoreve, por të drejtohen shesheve, shëtitorës dëshmorëve të kombit, për të përcjell mesazhin e tyre dhe për të realizuar misionin për të cilin kjo protest mori spundo dhe filloi si protesta ndaj reagimit
dhe dëme që po e shkaktoshin flamingo dhe përzonjes së tyre në Bregdetin e Zvërnecit. Kështu që në këto kushte për ta finalizuar, unë mendoj se situata politike do të jetë nxehtë, do të jetë me zhvillime të vrrullshme dhe në interes të demokracisë dhe lirisë në këtë vend. Zoti Prenga, ka zëra të cilat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht se kanë zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama, ish diplomat caktuar, të cilët në një farë mënyrë i kanë kërkuar që të zbusë situatën, në mos të largohet, të gjejë një zëvendësues, po themi në vend të kryeministrit Edi Rama. Në këtë rast, këto zëra që përhapen ose lëvizje të ish diplomatëve nën tavolinë, a mendoni se po përgatisin atë terren që do të sjellë sezonin i ri politik ku Edi Rama do të vihet me shpatulla pasmori në mënyrë që të gjejë një zgjidhje për atë që po ndodh në bulevard apo të plotësojë të kërkesat e protestuesve? Unë mendoj që ai e ka marrë mesazhin që në datën 7 korrik, në takimin që u zhvillu ose samiti i NATO-s që u zhvillu në Ankara, datën 7 dhe 8, ku qëndrimi dhe mënyra e zhvillimit të bisedimeve dy palëshe të planifikuara dhe me zbatim korrekt protokolli, u pa që Edi Rama në një farë mënyrë si kryeministri i vendit nuk ishte ai më ku takohesh, përshëndetesh, zhvillonte takime dy palëshe dhe ishte në humor të lartë. Pra aty u pa nga të gjithë ne dhe jo vetëm që kush ishte qëndrimi dhe kush ishte përkrahja dhe çfarë ndikimi pati tek ai. Dhe detyrimisht që protesta ka sensibilizuar opinionin jo vetëm mbarkombëtar shqiptar, por edhe ndërkombëtar, në të gjitha rrjetet sociale dhe televizionet dhe gazetat prestigjioze, duke pasqyruar me realitet protestën dhe çfarë ata kërkojnë. Në këto kushte jam i bindur që për fat të mirë të popullit shqiptar, rikthehet shpresa dhe algoritmi i patronazhistëve për herë të parë u mund nga algoritmi i protestuesve, cili do qofshin e nga do qofshin, dhe kjo është që ka shqetësuar Edi Ramën së tepërmi dhe ka ndërmarrë një val takimesh me strukturat politike të Partisë Socialiste në përrethe, ku ditën e djeshme ishte ai që u zhvillu në Pogradec, që zgjati jo pak, por 6 deri në 7 orë, dhe kjo tregon shqetësimet dhe dhimbjet e kokës që ka Edi Rama për situatën që ai vetë e ka krijuar, ai vetë e ka ngritur, ai vetë është arkitekti i gjithçkaje që ka ndodhur në 14 vitet e fundit. Zoti Prenga, në përvojën tuaj, duke qenë se ju e përmendët pak më parë dhe nisur nga përvoja juaj, si e lexoni atë takim në Ankara ku mbajt samiti i NATO-s, megjithëse ne kemi diskutuar edhe më herët, por që ato shenja të liderëve të NATO-s atje a tregojnë atë se çfarë po ndodh në raportet me Edi Ramën dhe apo përgatitet faktori ndërkombëtar për të qenë në blok kundër Edi Ramës, pra apo i humbet Edi Rama dhe aleatët e tij që deri dje dukeshin të natyrshëm, qoftë edhe në rastin e Erdoganit? Unë mendoj që ajo ishte e lexueshme për çdo qytetar, pavarësisht se në çfarë gjuhe e dëgjon mesazhin apo figurën, por në një farë mënyrë asaj gjesteve dhe mimika apo gjuhët të trupit nuk i shpëton dot askush dhe të gjithë e kuptojnë se tashmë ai e ka humbur këtë mbështetje. E do apo s'do ta kuptoj, ajo përkthehet hapur dhe pa anshmëri për të qenë i drejtë dhe eksakt, unë do thosha që ai këtë mbështetje tashmë e ka humbur, jo ndoshta në masën 100%, pasi qëndrimet e ndërkombëtarëve që përfaqësojnë vendet e ndryshme mund të jenë pak diku edhe të joshur ndoshta pas në një interesi apo biznesi të lidhur me drejt për së drejti me qeverinë dhe me zotin Rama. Ata detyrimisht që jam i bindur që nuk reagojnë në linjën e parë, por e kuptojnë tashmë se kush është e ardhmja politike e tij dhe detyrimisht që në mënyrë graduale e të matur do ta abandonojnë, por për fat të keq në situatën e brendshme
përjashtuar protestës opozita që doja të luante rol kryesor dhe këtë moment ta përdorte si çdo opozit demokratike në botë, nuk e ka përdorur, nuk e ka shfrytzuar dhe vetmja arsye mendeu që nuk e ka përdorur, nuk e ka shfrytzuar sepse ndihet komod në atë oborrin e ngushtë të saj dhe është pjesë e këtyre zhvillimeve politike, sociale dhe ekonomike të vendit tonë, po të mendojmë që kanë qenë të dy këta lider që janë sot, që drejtojnë klasën politike për mëse 3 dekada e gjysmë, që në 2008 kanë ndryshuar brenda 24 orëshit Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në mënyrë a priori, thjesht dhe vetëm për të varrosur demokracinë dhe për ta përdorur çdo gjë në favorin dhe interesin e tyre dhe të enturazhit që e rrethojnë.